Partia Demokratike përmes zëdhënëses së antikorrupsionit Genta Vangjeli ka kërkuar ndryshim të datave për zhvillimin e edicionit të 108 të Giro d'Italia në Shqipëri. Kjo kërkesë vjen pas ngjarjes që do të zhvillohet në muajin maj, përkon me datën e zgjedhjeve parlamentare më 11 maj, ditë kur struktura shtetërore do të jetë angazhuar plotësisht në sigurinë dhe mbikëqyrjen e procesit zgjedhor. Partia Demokratike theksoi se zhvillimi i këtij eventi në këtë datë mund të krijojë vështirësi, duke kërkuar që të negociohen data të reja për garën e ciklizmit. Edicioni 108 i Giro d'Italia që do të zhvillohet në Shqipëri në maj, i kushton vendit ton 7 milion euro dhe do të mbulohet nga fondi rezerv i buxhetit shtetit. Më herët është alokuar fondi 1 milion euro për organizatorët, ndërsa në datën 6 mars, me anë vendimit të Këshillit Ministrave nr. 147, u miratua fondi 4 milion euro për financimin e këstit të dytë të kontratës për realizimin e 3 tureve të para të Giro d'Italia 2025 dhe diferenca pritet të alokohet në vijim. Itinerari i eventit përfshin qytetet e Tiranës, Durrësit dhe Vlorës, nis në datën 9 maj dhe vijon në datat 10 maj e 11 maj. Kjo e fundit ditë që përkon me datën e zgjedhjeve të dekretuar nga Presidenti i Republikës. Në kuadër të zhvillimit të këtij procesi kaq të rëndësishëm për shqiptarët, data 11 maj është e papërshtatshme për zhvillimin e garave të ciklizmit. Në këto kushte, Partia Demokratike kërkon negocimin e datave të reja për zhvillimin e këtij eventi, duke qenë se dhe strukturat mbështetëse të këtij eventi, ku përfshihet edhe policia e shtetit, duhet të jenë në gatishmëri të mbarvajtjes së procesit zgjedhor. Faleminderit.